Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. E falenderojmë Allahun e Madhërisëm për gjitha mirësitë e Tij ndaj nesh, dhe një prej mirësive më të mëdha është mundësia e agjërimit të muajit bekuar të Ramazanit, siç edhe jemi duke bërë ne në këto ditë bekuara. Një herë të kërkojmë nga madhëria e Tij që të na i pranojë gjitha ibadetet tona, përfshirë edhe agjërimin e kësaj dite, sikur se kërkojmë nga Allahu i plotfuqishëm që ai të jetë i kënaqur për gjitha veprimet tona që i bëjmë për hir të Tij, dhe një herë të na mundsojë që të dalim para madhërisë së Tij krenare faqebar. Një prej temave më të ndjeshme islame është padyshim ajo e sprovës. Pra, si kuptohet sprova, si përjetohet sprova, si trajtohet ajo. Dhe duke qenë se Allahu i Madhërisëm nuk ka njeri që nuk e sprovon jetën e kësaj bote, atëherë kjo do të thotë se sprova është ligji i Allahut në tokë. Jo më kot Allahu në Kur'an thotë: "E hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A menduan njerëzit se ata do të lihen kot në jetën e kësaj bote, pasi që kanë besuar ata dhe nuk do të sprovohen? "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allahu i ka sprovuar dha ata që kanë qenë para jush, pra para ummetit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Dhe kësaj Allahu e dallon të mirin nga i keqi, të sinqertin nga gënjeshtarit, të devotshmin nga jo i devotshmi. Pra, sprova është diçka patjetërsueshme. Dhe sprova nuk ndodh për të na ngjecur neve një veprimtarinë tonë jetësore, për të na penguar neve nga mirësitë e jetës kësaj bote. Absolutisht jo, përkundrazi, sprovat janë kalitje. Andaj, kur ti sprovohesh, kjo nuk është shenjë braktisjeje e Allahut ndaj teje, por është shenjë se besimi yt po merret seriozisht. Pra, sa më i thellë që të jetë besimi ynë, sa më i sinqert që të jetë, sa më i plot, aq më shumë do të sprovohemi. Prandaj, pejgamberët e Allahut ndonë se njerëzit më të mirë, më të zgjedhur, ata janë sprovuar më së shumti, për shkak të imanit të tyre, për shkak të besimit të tyre. Pra, imani është vlera kryesore e njeriut dhe në bazë të imanit edhe do të sprovohemi, nga se realiteti i jetës së kësaj bote nuk njeh rehati absolute. Çdo gjë është relative. Dhe jeta e kësaj bote karakterizohet me sprovim, me teste. Dhe sa më shumë që sprovohemi dhe sa më të suksesshëm që dalim nga sprovat, aq më kandidat të fuqishëm jemi dhe potencial për të qenë banor të xhenetit. Ashtu siç ndodh në shkollë, pra kur ne testohemi nga mësimdhënësit tanë me sprova apo me testime të rënda, kjo i bie që ne jemi nxënësa suksesshëm, pra jemi nxënësa të mirë. Prandaj nxënësi të mirë është ofendim t'i bëhen pyetje të lehta, sepse ai ka tjetër kualifikim, ai ka tjetër nivel. E para se gjithash Allahu i Madhërisëm është ai i cili i sprovon në robërit e tij në saj të imanit tyre, në saj të besimit të tyre. Dhe nëse sprovat në jetën tonë janë të rënda, kjo do të thotë se imani ynë është i fortë, imani ynë është i fuqishëm, nga se Allahu askë nuk e sprovon me diçka që nuk është në gjendje që ta përballojë atë. Pra është e pamundur që të ndodhë një gjë e tillë, sepse do të ishte padrejtësi dhe Allahu nuk bën padrejtësi. Prandaj thotë Allahu në Kur'an: "La yukellifullahu nafsan illa wusaha." Allahu askë nuk e ngarkon me diçka që nuk mund ta përballojë. Por pse Allahu na sprovon? Fillimisht na sprovon për të na pastruar nga gjunat. Prandaj pejgamberi Allahut ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk e godet muslimanin ndonjë lodhje, ndonjë sëmundje, ndonjë breng, ndonjë pikëllim, ndonjë dëm, madje edhe në qofse i hyn atij ndonjë therr, ndonjë gjëmb në trupin e tij, vetëm se Allahu do t'ia pastrojë gjunahet për aq sa sprovohet. Por kur Allahu na sprovon me ndonjë sëmundje, me pakësim, qoftë në pasuri, qoftë në pasardhës, në familje, në shëndet e kështu me radhë, për aq sa sprovohemi, për aq edhe pastrohemi, sepse sprovat janë pastrim. Pastaj Allahu na sprovon për të na ngritur në grada. Për krahas pastrimit, Allahu dëshiron edhe që të na ngrisë në grada të larta. Dhe përkitazi me sprovën e kemi edhe ngritjen. Dhe sa më shumë që sprovohemi dhe durojmë për hir të Allahut, tregohemi të kujdesshëm në raport me Zotin e Madhërisëm, pra nuk e prishim mendimin për Allah, nuk e rrezikojmë raportin tonë me Allah, për aq edhe do të ngritemi. Dhe për këtë arsye pejgamberët e Allahut janë njerëzit më të ngritur, sepse ata, përkundër faktit që janë sprovuar tepër, ata kanë duruar për hir të Allahut. Ata kur nuk kanë prishur mendimin për Allah. Përkundrazi, sa më shumë që janë sprovuar,
aq më tepër në fe janë thelluar. Aq më shumë e kanë njohur mirësinë e Allahut ndaj tyre, sepse ata kanë qenë më së të bindur se Allahu po i sprovon sepse po i do. Allahu po i sprovon për t'i pastruar dhe për t'i ngritur. Dhe Allahu në Kur'an qartazi thot: "Walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri s-sabirin." Ne do t'ju sprovojmë juve me çka? Ndonjëherë me frikë, ndonjëherë me paksim në familje, në pasuri, në të lashtat tuaja. Wa bashshiri s-sabirin. Mi po ti përgëzoj durimtarët. Allah nuk po thot dënoj, po thot përgëzoj. Pse? Ata që durojnë për hir të Allahut në sprovë, ndonë se sprova mund të jetë shumë e rëndë. Këta janë duke ja dëshmuar Allahut besimin e sinqertë. Dhe si rezultat i këtij besimi, Allahu do t'i ngritë ata. Prandaj thot Allahu në vazhdimin e këtyre ajeteve: "Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Përgëzoi durimtarët të cilët kur ata i godet ndonjë fatkeqësi, qoftë vdekje, qoftë paksim shëndeti apo diçka tjetër, ata thonë ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Pra shikoni se çfarë çështje të bukur kanë në raport me Allahun. Si është e mundur, Allahu po të godet me sprova, Allahu po të pakson ty në shëndet, në pasuri, në familje dhe ti po thua ne jemi të Allahut dhe ai do të kthehemi, po shumë e mundur. Për arsye se ne e dimë që prej Allahut nuk vije kur sherr, prej Allahut nuk vije kur e keqja. Vetë fakti që Allahu na ka krijuar pa na pyetur dhe na ka nderuar në krijim, na ka bërë më këmbës të tij në tokë, kjo tregon se Allahu na ka dashur shumë. Kjo tregon se Allahu as tepër na don saqë dëshiron që ne të përfitojmë për gjitha këtyre mirësive. Ka mundur Allahu që të mos na krijoj fare, apo të na krijoj për krijesave tjera, të ngurta, apo të lëngta, por jo krijesa njerëzore. Pra Allahu na ka nderuar, Allahu na ka përzgjedhur. Kjo është përzgjedhje hyjnore nga ana e tij dhe njëherët është edhe nderim për neve si krijesa e tij. Pastaj Allahu na sprovon për të na kthyer tek ai. Ndodh që ndonjëherë për shkak të komoditetit që na krijohet në jetë, sidomos në akhir zaman ku aspekti material skajshmërisht është zhvilluar. Edhe komoditeti që krijohet për shkak të zhvillimit material krijon një lloj rehatie mashtruese, saqë e harrojmë ndonjëherë Allahun ose e kufizojmë raportin ton me Allah në minimale. E minimizojmë ibadetin ton. I përmbahemi vetëm gjërave obligative. Çat namaz obligativ, ndonjëherë pa sunete fare, vetëm me farze. Po flas për kategorinë e rregullt namazfalëve, nuk po flas për të tjerët. Edhe kategoria më e rregullt e namazfalëve ndodh që për shkak të komoditetit të tepruar, për shkak të rahatisë së madhe, që të harrojnë ndonjëherë Allahun. Pra nuk i kthehet Allahut vetëm se kur e ka obligim. Ndërkaq Allahu na sprovon për të na rikthyer tek ai sa më shpesh, sepse vlera e vetme për ne, rahatia reale për ne arrihet atë kur ne i kthehemi Allahut, edhe në kamje, edhe në skamje, edhe në luftë, edhe në paqe, edhe në shëndet, edhe në sëmundje, sepse çdo gjë ndërlidhet me Allahun subhanahu wa taala. Pra sprova e zhvesh njeriu nga mendjemallësia. Prandaj Allahu përmes provave na kthen tek ai dhe nuk lejon që ne të mashtrohemi me disa arritje eventuale të jetës kësaj bote. Pastaj Allahu na sprovon për ta dalluar të sinqertin nga gënjeshtari. E gjithë jeta jonë ka të bëjë me atë se a jemi të sinqert apo nuk jemi të sinqert. Në çdo fjalë, në çdo vepër, ne testohemi nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe sprovat janë ato që dëshmojnë realisht se kush jemi në të vërtetë, se sa të sinqert jemi ne në fjalë dhe në vepra. Atëherë kur goditemi, atëherë kur sprovohemi, atëherë kur na dhem zemra, atëherë kur Allahu na merr atë që kemi më të dashurën për ne. Atëherë kur Allahu ta merr familjarin më të afërt, ta merr pasurinë më të shtrejtë, ta merr suksesin më të madh karrierik. Atëherë kur ti e konsideron veten se je në majë të suksesit, Allahu të sprovon, të dridh pak Allahu. Pse ndodh kjo? Për me shpërfash ti realitetin tënd të brendshëm. Ai i njëjti ndaj Allahut, sikur kur ishe në rehati, në kamje, në bollëk, apo po ndryshon çështja jote. Kur po ta merr Allahu ndonjë familjar, kur po ta merr Allahu pasurinë, kur po ta merr Allahu karrierën, kur po ta merr Allahu shëndetin apo edhe bukurinë. Si është çësia jote ndaj Allahut? A është e njëjtë apo ka ndryshuar? A ka filluar mendimi për Allah me të ndryshuar? A ka filluar sinqeriteti ndaj Allahut me të zbe? Kjo është çështja. Prandaj Allahu na sprovon për të shpërfaqur vlerat tona reale, sepse vetëm në vështirësi vërtetohet se kush jemi realisht. Si ta kuptojmë që sprova është mëshirë? Nëse sprova na afron me mëshirën e Allahut, na shton ibadetin ndaj Allahut, na zbut zemrën, na largon mendimallësinë, edhe na shton sabrin, atëherë kjo është sprovë për ngritje. Kjo është mëshirë e fshehur
e Allahu ndaj nesh. Por nëse ndodhe kundërta, nëse përmes provës ne plagështohemi, raporti me Allahun na zbehet. Mëshira na tretet, bëhemi arrogant, bëhemi të ngurtë. Nëse për shkak kësaj ne humbim edhe sabrin, ne humbim durimin, atëherë kjo sprovë është fatkeqësi për neve, nuk është ngritje. Andaj duhet marrim masa të menjëhershme ndaj vetvetes. Nëse po e vrejmë se me goditjen që na ka ndodhur përmes një sprove të caktuar, ne po i largohemi Allahut, nuk jemi sikur se kemi qenë më herët. Atëherë duhet me ushqetësu për vetveten. Edhe duhet menjëherë me automatizëm me u rikthy tek Allahu subhanahu wa taala, sepse fakti që ti e zbej raportin tënd me Allah, mos mendo që shpëton prej sprovave. Ato sa vinë shtohen. Por fatkeqësia edhe më e madhe bëhet atëherë kur sprovat shtohen e ne prej Allahut largohemi. Ndërkaq, kur sprovat shtohen dhe ne tek Allahu afrohemi, ato vetëm se bëhen mirësi për ne. Prandaj Ibnul Qayyim ka thonë, mirësia dhe madhështia më e madhe në sprovim qëndron atëherë kur ti sprovohesh dhe në sprovë normalisht ndjen dhimbje. Por pas përfundimit të sprovës, pas suksesit në sprovë dhe mos dështimit në të gjitha dhimbjet shndrohen në kënaqësi. Kjo është bukuria e kësaj. Pra, fal imanit tënd, ti sprovohesh shumë, Allah mund me ta marr komplet pasurinë. E gjitha ka qenë Allahut, s'ka qenë jotja. Allah mund me ta marr komplet familjen. E gjitha ka qenë Allahut, nuk ka qenë jotja. Prandaj kur vdes dikush, për sunetit është themi lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa indahu kullu shay'in bi ajrin musamma. Aw kama qala sallallahu alaihi Allahut është ajo që ka dhënë, Allahut është ai që e merr. Dhe çdo kush tek Allahu e ka afatin e caktuar. Pra njeriu ka skadencë, sikur se kanë edhe produktet e tjera që ne i njohim jetën e përditshme. Lutim Allahun që në raport me sprovat të jemi të vetëdijshëm, edhe të jemi të devotshëm, të pranojmë ato me mirësi, me falënderim, me dashamirësi, dhe t'i trajtojmë ato me devotshmëri ashtu siç na takon neve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Plotësoni safat me kohë.